E mirë që edhe partitë opozitare ta kenë këtë interesim që ta zgjedhmi çështjen e presidentit. Tani mo kemi dy kandidatura, e një për cilën jemi përcaktuar, zonja Feride Rushiti, një zonjë nderuar, e cila besoj që është një përfaqësim i denj edhe për Republikën tonë, edhe për gjithë shoqërinë, pra nuk është e vetëvendosjes, nuk ka qenë asnjëherë në vetëvendosje, është të gjithë neve, prandaj do të duhej që të ishim gjithë bashkë dhe ta zgjedhim këtë çështje. Mirë, po kjo po tregon që partitë opozitare asnjëherë s'e kanë pas problemin e zgjidhjes së çështjes presidentit. Për ta është e vetmja pra mundësi për ta bllokuar shtetin, për ta bllokuar qeverinë dhe kuvendin e Republikës Kosovës. Ju po kthehej shumë kohë mbrapa, tjetër kontekst, tjetër kohë, tjera rrethona, e unë mendoj që 51.1% i rezultatit të zgjedhjes së 28 dhjetorit, ky është problemi, pra por ne nuk mund ta ndryshojmë, ky është vullnet